u soll për një vepër e një tjetër e kreu sa ishte brenda. Fillimisht klienti im është intervistuar në stacionin policor Jugu në Mitrovic për në ndyshimin e vjedhjes të rëndëmt disa bicikleta. 25 vjeçari Riad Tahiri dyshohet se të premtën derisa ishte në stacionin e policisë në Mitrovic të Jugut, e vodhi armën e një zyrtareje me 15 fishek. Kjo dyshohet se ndodhi pasi hetuesi Shkëlqim Osmani e kishte lënë të dyshuarin vetëm në zyre për disa minuta. E hetuesja Fikrie Imeri që atë zyre shfrytëzonte edhe më parë e kishte lënë armën zyrtare në çantën e saj dhe kishte dalë jashtë. Andaj kjo kohë shfrytëzuar nga Tahiri për ta vjedhur armën. Klan Kosova jo zyrtarisht ka mësuar se i njëjti pistoletën e kishte fshehur në çorape. Megjithatë, sipas avokatit të tij, i dyshuari fillimisht është liruar nga Jugu bashkë me revole pa dijenin e zyrtareve, por një arrestim që ndodhi më pas në veri të qytetit zbuloi krejt rastësisht veprën e kryer. Është liru për në shtëpi. Pastaj është dyshuar edhe për një vjedhje në pjesën veriore të qytetit, ku në bazë disa, sipas informatave që kemi nga zyrtar policor, në bazë verifikimit të kamerave ka rezultuar që mund të jetë i njëjti person. Pastaj ka shku stacioni policor Veriu, konkretisht zyrtar tjerë policor për arrestimin e të njëjtit. Arma ju gjet tek pas kontrollit në stacion. Ka arrestuar ta stabilitës. Tash këto kurioz e ka pranë rast për ka shtim vend të intervistimit, proces të mpritë orientimin e ka kurse komjor me vend. Në raportin 24 orësh është vëreditur se nga i njëjti është konfiskuar arma dhe ai është dërguar në mbajtje. As stacioni në Veri e as ai në Jug nuk kanë ofruar më shumë detaje për rastin. Përveç se është konfirmuar se 2 zyrtar policor të stacionit Jugu në Mitrovic janë suspenduar për 72 orë pasi këta dyshohet se janë të përfshirë në shkelje disiplinore. Ditën e diel pritet që të mbahet seanca për caktimin e masës së paraburgimit për të dyshuarin.